Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 9. Data 9 korrik të 2025-ës. Duke se kemi një ditë mjaft të rëndësishme me ndikimet planetare, që na jep rëndësinë në kohën që ndodhin fenomenet, për sa përket kësaj dite, si ditë e mërkur, ku shumë gjëra do të ndryshojnë, shumë gjëra do të ndikojnë. Data 9 do të thot kohë, do të thot mundësi, stabilizim, favorizim, udhëtime, dhe këto do të thot në lidhje me një takim shumë të rëndësishëm që juve mund të keni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me atë çka ndodh, sepse zakonisht shumë gjëra mund të keni në mendje juve, por një periudhë e artë që fillon nga tani, për të gjitha shenjat ku do të ndryshoni gjëra dhe pozicionimin e planeteve kur u jepet mundësia. Ndikimi i afërditës ka një moment të artë për sa përket asaj çka neve duam të bëjmë, ajo çka neve kemi ndërmend të realizojmë në fushën e karrierës së punës, në fushën e ndryshimeve dhe të ndikimeve të mëdha financiare, ekonomike, dhe është pikërisht tani momenti dhe koha për të zgjidhur çdo lloj problemi që neve kemi pasur ose neve duam të mbyllim si marrjes e vendimeve të rëndësishme, si kohë apo si ndryshim në punë. Arsyeja e çështjeve të biznesit, të karrierës, të vazhdimësisë është një moment mjaft i mirë, një moment kyç. Në lidhje me atë çka do të bëjmë, për shembull, sepse lidhet shumë me çështjet e karrierës, çështjet e biznesit. Për biznesin sidomos, është momenti juaj dhe koha më ideale. Kurse vazhdimësia, mbasditja duket se ka një kënd që bëjnë planetet për arsye të punës, është Marsi kryesori që përshpejton disa gjëra, por në anën tjetër kemi dhe afërditën që thot ndikimin dhe stabilizimin ekonomik financiar për çështjet madhore që ne kemi. Të gjitha këto na ndihmojnë, përtesë përpara, na ndihmojnë të zgjidhim problemet dhe çështjet e mëdha. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këto gjëra, sepse është një kohë mjaft e mirë, është një kohë që vërtet kemi mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që do të vinë tani tutje për të zgjidhur problemet. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj date kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për juve që interesoni për parashikim të detajuar, atëherë kemi pikërisht faqen roz atje, ku atje mund zgjidhni çdo lloj pakete që ju intereson për sa i përket çështjeve të punës, udhëtimeve, dashurisë, lidhjeve, njohjeve të sinqerta, kur është koha më e mirë për të marrë vendim për jetën, shkëmbim unazash apo për çështje të tjera madhore që juve keni ndërmend. Dhe më pas, duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, është pikërisht ajo detale e vogël, vendosni të dhënat atje dhe më pas dërgojeni dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju kujtoni që në kohën që jemi live dhe kërkoni që keni një parashikim të detajuar, atëherë siç e shikoni atje, mund të klikoni, të shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin në kohën që jemi live dhe të merrni përgjigje live në telefonin tuaj. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, me që se dashi tani në këtë periudhë ka një mundësi mjaft të mirë, mundësi të artë, mund quhet me bindje të plotë, për një mirë arsye, sepse ka të bëjë shumë me punë, ka të bëjë shumë me karrierën, ka të bëjë shumë me ndryshimet madhore. Në çështjet që lidhen me anën e punës së tyre, është momenti juaj më i mirë i mundshëm për sa përket stabilizimit. Dhe pikërisht kjo ditë e mërkur është një ditë e veçantë për juve, sepse do të zgjidhni problemet në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me luan duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, duket se demi tani në këtë periudhë ka shumë gjëra që do të ndikohen, do të rregullojnë punën e tyre, karrierën e tyre, momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar dhe për të arritur në finish në ekonomi dhe në stabilizimin e saj. Në çështjet që kanë të bëjnë me një takim ose një bisedë të rëndësishme që mund të keni, është kohë më e mirë e mundshme
për sa i përket paraditja. Paraditja është më e mirë për ju që demit të diçit të dytë ku mund të zgjini zgjidhje mbi problemin e punës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me peshore duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, meqenëse binjakët tani në këtë periudhë duket se jo se kanë një problem për të shqetësuar, por kanë diçka mjaft pozitive dhe lidhjet që kanë bëjnë. Momentet që ata do të realizojnë është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi që vërtet kanë në dorë për të stabilizuar gjërat e tyre, por binjakët gjithmonë janë një hap para se çfarë ndodh, sepse kanë sekretin e zgjuarësisë së momentit edhe kohës të jetëgjatësisë së punës së tyre. Kurse në anën shpirtërore, një lidhje afatgjatë që është me akrep dhe me ujor mund ta stabilizojnë, sepse është e koha e tyre për zgjidhur problemet. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me virgjëresh duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqenëse gaforet tani në këtë periudhë janë pak të mërzitura për sa përket një kontrate të rëndësishme, një kontrate shumë e rëndësishme në ekonomi, dhe kjo bën që tani për tani gjërat mund mos jenë aty ku duhet, por është koha më e mirë për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për sa përket luanëve, luanët duket se tani për tani kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me ndryshimet dhe takimet e punës së tyre dhe momenteve që ata kanë. Mbasditja është mjaft e mbarë sepse do stabilizojnë një çështje pune, do stabilizojnë karrierën e tyre dhe momentin më të mirë të mundshëm që ndonjëherë. Në çështjet që kanë të bëjnë në anën shpirtërore, lidhja që kanë të bëjnë me ujor është aja dhe zheja. Shkojmë tek shenja e radhës që është virgjëresha. Çfarë ndodh me virgjëreshën dhe ku virgjëreshat kanë ndikimin e tyre dhe mundësinë e artë në ekonomi dhe stabilizim? Në ekonomi po, është një mundësi shumë e mirë, diçka shumë pozitive, për sa përket në lidhje me ekonominë, kanë një takim ose një bisedë që do të bëjnë tani me bankat, është momenti më i mirë i mundshëm për ta stabilizuar. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me bricjap dhe me binjak duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, meqenëse peshorët duket se tani në këtë periudhë për peshorët duket se ndryshimi që kanë të bëjnë një moment mjaft i mirë ekonomiko-financiar që do të zgjidhet një problem, dhe ky është problemi më keni pasur më përpara, por tani është zgjidhur një herë e mirë dhe nuk ka vend për të shqetësuar, sepse gjërat janë pozitive dhe ndryshimet që do të keni tani e tutje do shikoni dhe vetë ku gjërat do të ndryshojnë dhe është koha më e mirë e mundshme në stabilizimin ekonomik. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Për akrepët, meqenëse akrepët tani në këtë periudhë duket se janë në ndryshime të mëdha që do të kenë mundësi të arta, por mbajini fshehur, mos e ekspozoni planet që keni, sepse nuk ecin, vonojnë. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me luan dhe me dem, përgatituni. Vijojmë tek shenja e radhës, janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, për shigjetarët duket se tani në këtë periudhë janë mjaft të ndikuar në lidhje me ekonominë, me stabilizimin, me ndryshimin e madh që ata kanë tani e tutje, por koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt, sepse çdo gjë që ndodh, çdo gjë që arrihet në anën tuaj dhe nuk ka vend për të shqetësuar, sidoqoftë në punë, në karrierë, në ndryshime të mëdha që keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe me virgjëresht dhe diçit të tretë është aja dhe zheja. Prandaj është kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë bricjapi. Për bricjapët duket se kjo periudhë sado ndryshon në anën tuaj, sado ndryshojnë gjërat në lidhje me takimet, në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin dhe vazhdimsinë, është një punë që është korrekte nga njëra anë, dhe në anën tjetër mund bëni gjithçka dëshironi, sepse është kjo periudhë mjaft e mirë
e financave, bizneseve, të karrierës, të ndryshimeve të mëdha që keni, dhe është një moment mjaft i mirë që do të keni mundësinë për të zgjidhur një problem shumë të madh që keni pasur para disa kohë. Kështu që kjo do të thotë që është ndryshimi pozitiv dhe mjaft ideal në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me gafore, është koha juaj, prandaj mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë ujori. Për sa përket ujorëve duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi të arta që do t'i zgjidhin gjërat vet. Është një kohë shumë e mirë, e përshtatshme në ekonomi, e përshtatshme në stabilizime dhe në konkretizimin e lidhjes të problematikave që kanë pasur para disa kohëve. Një moment shumë i mirë tani sepse edhe me punën zgjidhen, edhe me çështjet ekonomike financiare zgjidhen, edhe shumë gjëra të tjera do të zgjidhen tani tutje, ku është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Një hap pozitiv gjithashtu ka të bëjë me çështjet e financave, ku biznesi dhe karriera shkojnë bashkë në këtë drejtim dhe është koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar diçka të madhe në fushën e karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me akrep duken të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqive, duket se për peshqit shansi nuk mungon në punë. Edhe pse keni pasur debate, probleme nga më të ndryshme, por kjo ditë e mërkurë për juve të shenjës së peshqive jep mundësi dhe rëndësi në gjëra të mëdha që do të keni, sepse kjo periudhë është një periudhë e juaja. Vlen të përmendet që puna juaj që keni pasur disa probleme të mëdha në lidhje me anën ekonomike, probleme të mëdha në lidhje me punën apo me karrierën sidomos, sepse ka diçka të madhe në ekonomi, por gjithsesi kjo periudhë është periudhë e mirë për stabilizime dhe ndryshime. Për ndryshime sidomos njerë është kohë mjaft pozitive. Meqense tani për tani koha ka treguar që ju jeni me fat. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me akrep janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 9 korrik të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimin e juaj, kemi këtë faqe këtu, e klikoni, e shikoni dhe duke parë paketat dhe duke zgjedhur paketën tuaj, zgjidhni atje, pastaj duke shkuar tek sekretaria, e klikoni dhe aty pastaj jeni gati për të biseduar, jeni gati për të folur për gjithçka ju intereson rreth parashikimeve që Astrogo Pikal ofron. Duke bler paketën dhe pastaj flasim për gjithçka ju intereson. Për sa përket juve që në kohën që ne jemi live dhe kërkoni një parashikim apo të dërgoni një mesazh për të marrë përgjigje, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, bëni subscribe të gjitha dhe jeni gati pastaj për të dërguar për të marrë live përgjigje. Unë ju rrepulla, gjithë mirat.